إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Falenderimet, lavdrimet, adhurimet, hamdi qoftë vetëm Allahut Azza wa Jall, ndërsa salavatet dhe selamet të përzemërta i dërgojmë shëmbëtyrës son Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë atyre cilët e ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah na bëj prej tyre. Amin. Vëllezër të dashur besimtar, tema të cilën fillimisht e përkujtoja veten time, pastaj inshallah taala do që përkujtoj edhe juve, ka të bëjë me temën dinjiteti dhe largimi nga lypja. Vëllezër të dashur, nga mësimet më të vlefshme të fesë son, është edhe ajo që Allahu Gjellëshanuhu na urdhëron ta ruajmë dinjitetin ton, të jemi vetë respektues të veteve tona, të respektojmë vetet tona, edhe atëherë kur ne të jemi në vështirësi. Islami na mëson që gjithmonë pa marrë parasysh situatave të jemi dinjitos, të jemi krenar, të mbështetemi te Allahu i lartësuar në çdo çështje të jetës tonë, të punojmë me duart tona dhe ta ruajmë nderin ton. Këtë e urdhënon dhe e do Islami, sepse dinjiteti, krenaria janë pasuria më e madhe që Allahu ja jep një besimtari. Pejgamberi alayhis salam në një hadith të tij për këtë çështje na thot kështu: La tulhifu fil mas'ala, mos tregohuni këmbngulës, mos e teproni në kërkim. Qoftë ke një kërkesë, lëmosh, mos e tepro, mos këmbngul. La yas'alni ahadun minkum shay'a, pse? Sepse derisa dikush për jush mlipën mu diçka, fe tukhrij lahu mas'alatu minni shay'an wa ana lahu karih, dhe ai ma nxjerr mu atë që e lip dhe unë ja jap atë që e lip, po pa qejf. Pa qejf ja jap. Çfarë ndodh? Fe yubarak lahu fima atait. Nuk jepet bereqet në atë, nuk t'jepet mu dhe ti bereqet në atë cilën e lip me këmbngulje. Por kur ta lipësh të drejtën tënde që të takon, me krenari dhe dinjitet. Po para prakisht të kesh punu për atë që ti e lip me duart tuaja edhe lipe me krenari. Pra, hadithi na bën të qartë se nëse ne këmbngulim në lipje, marrjen e diçkahit, me çdo formë, në çmim apo pa marrë parasysh, am takon as më takon me çfarë do, nëse neve e marrim atë, ta dim që nuk do të kemi begatin, bereqetin e Zotit në atë që na është dhënë. Konkretisht, ç'tash? Lypja. E morën vesh se çdo kërkesë, çdo lypje, çdo do të jetë e merituar edhe me dinjitet. Mirë po në veçanti lypja para nga të tjerët. Le ta dim se lypja është haram. Ndales e prer nga Rabbul Alemini nëse ne kemi mundësi të punojmë dhe ta fitojmë me nder. E përsëris, të nuk kam di muhabet e njo, ka thënë Zoti. Është haram
shkoj shtallish dorën. Derisa ty dhe unë jemi të aft të punojmë me nder edhe dinjitet. Çfarë thot Allahu për ata që veprojnë të kundërtën? Ka mundësi të jetoj me nder dhe dinjitet dhe shkon e shtrin dorën për tu pasuruar. Çfarë thot Allahu? Në fakt, në falin pejgamberi alayhis salam, në Abdullah ibn Umar radiallahu anhuma qal, transmeton Abdullah ibn Umari, Allahu qoftë i ngjashur me ta, duke thënë, qale Nabi sallallahu alaihi wasallam, se ka dëgjuar pejgamberin alayhis salam duke thënë, ma yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'ti yawm al-qiyamati laysa fi wajhi muz'atu lahm. Subhanallah. Njeriu vazhdon të kërkoj të lyp njerëzve, i tilli që u lyp me të pa drejt, do të vi, do të ringjallet tek Allahu xhelle shanuhu në ditën e gjykimit dhe nuk do të ketë mish në fytyrën e tij. Do të njihet kush është, po vetëm skeleti, dhe do dihen prej krejt njerëzve se filani fallani që është i ringjallur pa mish, veç skelet, ka lip për të pasuruar. Ka lip nga të tjerët me të pa drejt. Pra, kur e shohim ashpërsinë e mëkatit të lypjes, se çfarë do të ndodh në botën tjetër nga ringjallja pa mish në fytyrë, besoj se na u bë e qartë çështja e të lypmes nga të tjerët. A ju e dini më mirë se une fatkeqësisht gjendjen sot. Turp na qoftë. Turp ju qoftë edhe atyre familjeve që është dikush i ngratë, i nevojshëm dhe nuk japin ato, po e lojnë të del të lyp, pastaj dikush e shfrytëzon e kthen në biznes dhe pasurohen. Lajme të tilla kanë filluar të na shtohen fatkeqësisht. Po të hapim syt, të marrim të mësimet të Zotit, edhe të reflektojmë jetën tonë. Lusë Allahun e lartësuar, me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tija të larta, na jep neve, ja Allah, i jepu fëmijëve tonë dhe mbar besimtarëve musliman pasuri që e fitojnë atë duke ruajtur nderin dhe dinjitetin e tyre në këtë botë dhe me të ta fitojnë kënaqësinë tënde në botën tjetër. Amin. Aqulu qawli hadha, astaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimina min kulli dhanb, fastaghfiruhu wa tubu ilayh, innahu huwa at-tawwabur rahim.